Janë më të butë. Më duhet kjo Flogerti. Janë si neutral, që nuk janë... Neutral, Ledio, unë them të plasin fabulën e tretë, 10 minuta fix me unë në dorë, nga 2 fjalë do themi dhe do ikim. Plase, Ledio. Seb, na bë një rezume të lutem, në cilat gazeta ka folur kryeministri i Shqipërisë deri në këtë moment, e fundit fare ishte Financial Times. Si e quaj? Erdi momenti tani, të vërë para... Nuk di anglisht të vërë, ti e di pëse bëkës. Okej, po si e quajnë, se të shprej... Financial. Ti thua e këshur, FT, kaq. FT. Ku thoshte fakjur plak, të gjitha tyre që më akuzojnë ta, në fakt, a i nuk është se sulmoj gjithë protestë. Të gjitha tyre që më akuzojnë ta, po e them fakjur, ja, unë nuk jam punëbari, thot kryeministri i Shqipërisë, po pse ke zgjedhur titullet jo? E Dirama i përgjigjet. I'm not the godfather. I'm not the godfather. Ashtu ishte titulli. Ishte lajmi i Financial Times. Po ku e thot atë Ledio që ku e thot atë fakjur? Njerëzit thonë, unë e them atyre fakjur. Okej, dakor. Ka që thjesht është, ai nuk është puna ime të vërtetoj se nuk jam punëbari, është puna e tyre të vërtetojnë se unë jam punëbari. Qartë. Përveç FT-s, vëlla. Seb. Mos qesh është më ti. New York Times. New York Times 2. Po kanë edhe... Po mi thuaj të gjitha për të gjithë informacionit. Të fundit. Jo, më jo, unë them, 2-3 ditë e fundit dha, po më dha. Ke Reutersin, AFP, New York Timesin, ke El Mundon, ke El Pais, ke gjitha mediat ndërkombëtare që e kanë zbuluar, te Rama ka qenë... Ku ka godit, ku ka sulmuar Ramsi më duhet mua? Kanë qenë, Rama ka folur për Financial Timesin, i ka dërguar kërkes disa media tjerë, nuk e... CNN-in, se kur them media, se kam vetëm për shtypin e shkruar, më e kam dhe për televizionet. Edhe për CNN-in. Ka dalë në disa vende tjera, më Flokert, përveç shtyre. Bloomberg, më duket. Bloomberg, CNN, po tjetë është televizion ka dalë. Jo, në televizion jo, ka dalë kryesisht në këto revistat dhe gazetet e mëdha. Dakor, televizion ka bërë vetëm të dyja? Prononcuar, po. Në të francez, në një francez, jo? Jo. Deri tani jo. CNN është më i rëndësishëm që ka qenë në televizionet. Po, tani, mund të më thuar si pas teje, po dua një analizë serioze se kemi shumë pak sekonda. Përse Ramsi ka zgjedhur të strategji? Do të fluja nga Flogerti, në fakt se Flogerti është ekspert komunikimi edhe, ndoshta është mund të jetë. Strategji që të thuash të dali kundër protestës, ose një pjesë të protestës, duke e sulmuar dhe nga mediat huaja. Pse ka zgjedhur të strategji? Për shembull, kupton gjë? Duke qenë i ftohtë, neutral. Pra duke mos qenë fare pro me Ramsin apo kundër Ramsit. Thjesht si strategji, harroj për një moment kush është Ramsi, çfarë profesion e kështu. Ç'është kjo strategji pra? Që ke protestë në vendin tënd, nuk ka rëndësi sa e madhe apo e vogël është, dhe ti del në mediat ndërkombëtare, nëpër gazeta, nëpër televizione, dhe i godet. Pra ç'është kjo strategji pra? I njohin manualet politike këtë lloj strategjie? Trumpi goditi protestën e vet fundit dhe bëri një nga memet që, si thua, mori kritikat më të ashpra. E bëri meme, tani po flas të zgjedhë media, kujdes. Trumpi doli dhe kishte kovat ndryshme që i hidhte protestuesve, doli me avion. Domethënë, meme më të fortë se kjo s'ke, pehet qytetarëve tu. Po. Dhe këtë e bëri Trumpi. Modeli amerikan i propagandës dhe modeli amerikan i kundër propagandës, modeli amerikan se si ato e zhvillojnë PR-in, për mendimin tim është i ndryshëm nga ajo që bëjmë ne në Evropë. Pra ka ndryshimet e vetë. Atëre më rinë Europë, vëlla, nëse s'do të mos merr amerikanët si shembull. Po pra, po të marr, më the kush e ka sulmuar. Po përveç Trumpit, vëlla. Ku në Europë ka? Në fundmi protestën masive kundër vetes, we're not for kings, diçka e tillë. Ç'do të them? Nuk kemi për mbret, nuk duam mbret, ishte diçka e tillë. Trumpi e sulmoi drejt për drejt. Pra Trumpi është tipi i politikanit i cili i del përballë. Është ajo që the ti me Flogertin që më duhet një mur. Pra të duhet një mur për t'i dalë përballë dhe ose do të dëgjuash murit ose do ta çash, do të shkosh në krahun tjetër. Në letrën e fundit Tony Blairi thoshte, Trumpi thoshte është ai lloj personazhi ose trumpizmi ose populizmi i sotëm është duhet t'i shkosh murit përpara, ta çash edhe të ikësh të dalësh në krahun tjetër. Tani kryeministri Rama, për mendimin tim... Ja çfarë thot? Ka shumë interes për të mbyllur këtë projekt, thot, për shkak të Trumpit, thot Rama. Nëse nuk do ishte Jared Kushner, askush nuk do interesohej për flamingot për Shqipërinë, për asgjë. Është gjithë urrejtja kundër Trumpit që krijon gjithë këtë shqyrtim. Ka të drejtë më duket. Po drejt ka, po ato kanë Ivanka ka folur për Sazanin. Ajo thot the island, the island, the island. Kush i ka dëgjuar podcast? Nuk ka folur për Zvërnesin, thotë.
pse e fut ky te Zvërneci, unë se kuptoj. Sepse ajo ka folur gjithkohës për the island and the island. I walked through the island, I was walking on the island. Pra ajo gjithkohës po flet për ishull. Island është ishull. Jo. Po. Jo. Kurse Ka folur për Zvërnecin, jam duket pak. Kemi korrekte, ka një Përballë ka thënë Sazani, dhe dihun e ka thënë. Përballë Sazani tha, është dhe një, si ka thënë më Një përgjithë. ishull i bukur që do lidhë, që do bëjmë dhe kjo është sfida jone të rrë. E ka thënë. keni Ka drejt Flogerti, po leret. dhe në këtë kuptim, Plus janë ngjitur o praktikisht, sa ngjitur janë Sazani me Zvërnecin, ti e di shumë mirë o burr. Pra s'do kishte kuptim Sazani që s'ke gjë Zvërnec. S'kemi qenë Sazani herë të paktën. Jo, më po duket ajo, duket me sy më burr. E ma 17 kilometrash. Po shumë afro plak vetëm me notë o burr. Ha. Me not ti e Saliu, se ne tjerët... Po jo, vetëm me notë, vetëm me një bark të vogël, po. ka dy gjëra, ose po përdor një strategji të re, dhe po i rezulton që është kundërproduktive, dhe shumë kundërproduktive. Dane po tani një sekundë, se ka 23 ditë sot protesta, o burr. Ai nuk e kuptoj këtë gjë përpara, pse duhet ta sa ditë provë do i duhet? Se mund të ndryshon njeriu strategjinë. Pra, sepse është kundërproduktive, po them, sepse protesta i ka kaluar të gjitha stadiet dhe Rama është në kundra kohë. Në qoftë se protesta kalon nga mlefi, nga mobilizimi, mlefi, emocionaliteti dhe shkon tek mesazhi politik, Rama po i përgjigjet protestës. Kjo pra është pyetja ime. Rama nuk është, shiko, Rama është njëri i zgjuar o plak. Po sigurisht që është zgjuar, po Unë do ta ngrëm mbi këtë premis. Pse duhet bënë një gjë ta kishte në disfavorë, Sebastian? Hajde të luajmë te kjo, te ky nivel bisede. Po tenton ta bisede. në fushën e vet, nga i akuzuari të bëhet akuzator. Nga i akuzuari, personi i cili akuzohet për 300.000 probleme, vret flamingo, heq flamingo, korruptohesh, nuk korrupton, bën këtë, implikon gocën e Trumpit me afera etj. Nga i akuzuari, kërkon të akuzoj, ju drejtoheni nga iranianët, ju drejtoheni nga rusët, aty ka agent infiltruar, aty ka islam radikal, aty ka këtë. Pra, kërkon të kaloj, të qoj fushën tek akuzator. Pritani, Kur ai bëhet ja ta bëjmë bisedë. Kur ai bëhet akuzator, ti shkon në mbrojtje. Dhe ti duke shkuar në mbrojtje... Kush ti? Ai ti që akuzohesh. Protestuesit. Po protestues, pra dhe po ta marr me ti, pra ti që ke Po ja se shkuar... këtu është pyetja ime. Nëse protestot kishte një kokë, unë do e kuptoja luftën e Pra Ramës. dhe koka e parë që u pre... Kë po godet, zotëri? Po pra, koka e parë që u pre, është koka e ati që foli i pari që tha kemi 5 kërkesa. Kjo ishte, do të ndodhte, sepse ishte në kërkim të një kurbani. Pra duhej dikush që do të dali, do thot kemi 5 kërkesa Për kje ke fjarën? Për këtë Dritan Goxhan që doli? 5 kërkesa politike. Nesër del dikush tjetër, pas nesër dikush tjetër, pas nesër dikush tjetër. Që do bësh ti? Do i bësh biografi të gjithve? Pra, logjika e kryeministrit është që ne do të sulmojmë të gjithë dhe protesta do të vihet në mbrojtje të personit. Pra, ne do të vijemi në mbrojtje të Dritan Goxhait. Nuk është protesta për Dritan Goxhain përballë Edi Ramës. Protesta është që vetë Goxha e tha dhe vetë protestuesit e thonë, kemi këto kushte. Pra, protesta ka këto 5 kushte politike. Në qoftë se kryeministri, pra çfarë ndodh? Pra, reagoi dhe kryetari i parlamentit që në vetvete, kryetari i parlamentit nuk duhet të reagojë për këtë logjikë. Kush është kryetari i parlamentit? Niko Peleshi. Po çfarë tha Niko? Po Niko duhet të jetë mbi palët dhe nxorri postimin e Ramës sa i përket, jo po ky ka qenë UÇK, s'ka qenë UÇK, ka ardhur, ka ikur etj. Tani çfarë dua të them me këtë? Nga i akuzuari kthehet në akuzator, ndryshon fushën e lojës. Kjo është strategji. Po është si thua leksioni i parë në strategjitë e komunikimit. Pra nuk është në një Pra, ti thua Ramsi është rregull, pra, po i se thuash, është duke ndjekur manualet. Po pra manuale, këto janë manualet. Është duke ndjekur, pra nuk është duke bërë gabim duke. Po është në kundra kohë, po të them edhe një herë, sepse kjo nuk është strategji, Rama thjesht po përgjigjet. Nuk është se ka një strategji në kokë. Rama po përgjigjet rast pas rasti. Po sulmon ndërkohë, është në kundër përgjigje, është në kundër sulm. Më kuptoj edhe një herë. Ta i kërkojnë kokën. Edhe AI për të treguar që po vinë fugona nga Greqia, është sulm që ju jeni të blerë nga Greqia. Po pra qartë. Por fakti që ajo dështon dhe provohet një tjetër që themi jeni të blerë nga Serbia. Pastaj themi jemi të blerë nga kjo. Tregon që ti në sulm je gjithkohës, po shef kush ngjit. Nuk ke një strategji në vetvete që shkon nga pika A në pikën B në pikën C. Strategjia që po tenton tani është strategjia që të ndryshoj fusha. Pra jemi nga personi i akuzuar të bëhesh në akuzues. Pra ti fillon... Pra mbrojtja me mirë sulmit. Pra ti fillon dhe i ve ato në mbrojtje. Për shembull, shifet po të tregoj një rast. Pardje ka dalë një raport në Serbi, ishte shumë interesant si raport. 120 raste të glorifikimit të kriminalëve të luftës.
Vetë Vučić dhe qeveria ka filluar dhe i akuzon protestuesit tashmë që ato glorifikojnë, si thua, i akuzojnë popullin serb si popull genocidal. Kishte raporti. Po edhe? Pra, shife sa akuzë e rëndë që është bërë. Protestuesit janë në rrugë në Serbi. Vetë qeveria e tyre i akuzon se ato thonë që populli serb është popull genocidal. Nuk ka akuzë më të rëndë se kjo. Nda që quje pro-indian, nda që quje kunder indian. Akuza më e rëndë që po i bën Vučić, e thotë raporti, Youth, Human Rights, etj. Vetë qeveria është duke akuzuar protestuesit e vetë që ju quani popullin tuaj si kur është popull genocidal. Sepse qeveria ka marrë në mbrojtje dhe glorifikon të gjithë kriminalet e luftës, më onë Srebrenicën, më onë genocidin Kosovë, etj. Pra shife ku ka shkuar fërkimi në Serbi. Është shumë më i lartë, se pushteti Vučić është shumë më diktatorial se i Ramës. Nuk ka Rama aq shumë pushtet. Por, ky është vetëm fillimi. Pra, vetëm sa po ka filluar loja. Në qoftë se protesta zgjat, edhe akuzat do të agravohen. Në qoftë se bihet në kurthin e faktit që nga të kërkuarit llogarit e kryeministri, qytetari i kërkon llogari kryeministrit. Del kryeministri dhe i akuzon qytetarët që ju kanë blere, ju kanë shitur, ju kanë blere, ju kanë shitur, transformoi edhe fjalët e Arben Koles. Ai tha, këtu tha, mund të duan të infiltrohen shumë. Kryeministri e mori dhe tha, aty janë infiltruar shumë. Humba tani unë, se e gjatë shumë. Në këtë mes, kjo ndodh. Pra Rama, nga i akuzuari, që personi... Shpejt në akuzues. Do të bëhet akuzatori. Pra ndaj dhe ai do të gjej gjithmonë agjentura. O është strategji e zgjuar apo jo? Është textbook. Kur studion strategjitë i komunikimit, pra ti thua vetëm këtë rrugë mund të bënte, këtë vend opsion kishte, s'mund të bëjë opsion tjetër, mos fliste fare. Po të merr, po të mos fliste fare për shembull. Po jo, pra nuk mund të mos fliste sepse protesta fitoi legjitimitet moral. Kur protesta fiton legjitimitet moral, pra të gjithë qytetarët është ajo që tha Flogeri. Sikur të dilte, që të kursem, jo të kursem, po të menaxhojmë kohën. Sikur dilte të thoshte, ju dëgjova. Je vous ai compris, tha kur shkoi në Algjeri. E tha te Gori pra. Je vous ai compris. Po pra, e tha në Algjeri. Ju kuptova tha. Po pra, ju kuptova. Po nuk i sulmoj. Dhe shkoi atje ka dhe një rrugë tjetër, pa nuk është vetëm kjo. Shkoi atje dhe ja dha pavarësinë. Ky rasti është e la shumë, i iku prej duarsh, nuk u morë që në fillim, mendoj s'do e menaxhonte, varet çka ka ndodhur në kokën e tij, nuk e dinte kush po ja bën, si po ja bën etj. Tani që po e kupton pak nga pak çfarë është duke ndodhur, çfarë fluksesh ka aty, i ka dalë prej duarsh. Protesta ka fituar legjitimitet moral, ka vëmendje ndërkombëtare, është bërë masive, ka shkuar në të gjithë diasporën, janë angazhuar të gjithë qytetarët dhe si Besmirit dhe të tjerët, nuk ka krijuar polaritet të brendshëm, nuk ka polaritet, sepse dhe socialistët dhe demokratët janë në protest, të angazhuarit, pa angazhuarit janë protest, ato që duan flamingot, ato që janë kundër Ramës janë protest, ato që e mbrojnë ambientin, që se mbrojnë ambientin janë protest, pra nuk ka polaritetet. Seb të falenderoj. Flok do të mbyll me Flogertin sot, çna mëson antikiteti lidhur me këto me Marsidin. Çna mëson antikiteti lidhur me këto manuale, pra. Kanë qenë dhe që në atë kohë dhe nëse po në një formë tjetër, çna kanë mësuar? Çna kanë thënë? Po këto do e mbyllësh ti emisionin me këtë gjë. Tani do të gjej Flogertin. Flogert, mund të më thuash çfarë pret Ramsi 4 dhe pse nuk nxjerr dhëmbët një herë mirë vëlla? Dëgjoj, pse po vazhdon me të njëjtin, se thuash, refren, jo po jeni kështu, jo po tani e nxorrët kokon, i bie Dritan Goxha, që do lexoj 5 pika, nuk e di se ku do i bie tani mbrapa, pastaj i bie. Një protestë. Se nuk nxjerr dhëmbët ky njeri, ka 83 mandate, dakord, aktualisht, nuk ka rëndësi i ka marrë. Mirë, keq punë e tillë i ka marrë. 83 plus 3, tani do i mbetin 82 me që iku kjo, thuaj Neo Marsoria. S'prish punë. Puna ime, Ka do të PD-s gati. Pyetja ime vëlla është e thjeshtë. Kur do i nxjerri dhëmbët Ramsi, vëlla? Që tregoj që këtu nuk do vend ka Zot, sado që ju të më kërkoni kokën, unë do ju shtyp. Kur do e bëj këtë gjë? A do e bëj dhe nëse po, kur do e bëj? Dhe nëse jo, pse s'do e bëj? Dëgjoj, një protest Bëti në më momentin kështu se Sebastiani, bëti më koncis. Patjetër, një protest në momentin që kthehet rutinore, fillon dhe ka probleme nga ku në këtë rast pala tjetër që është kryeministri mund t'i shfrytëzoj. Pra pavarësisht gjithë të mirave që ka protesta, aty ke boll ku me u kap
që nxjerrësh element që e delegitimojnë protestën. Tani çfarë ka bërë Rama? Në momentin që protesta është kthyer në rutinë, që nuk thot një gjë ndryshe, pra nuk përbën më lajm, dolën panikën, në këtë moment Rama ka filluar ofensivën. Pra deri tani ka qenë defensiv, ka qenë në mbrojtje, tani ka filluar ofensivën. Dhe çfarë u bën Rama? Si e lexoj unë nga ana e komunikimit. Pikë pari, Rama po zhvendos debat. E zhvendos me algoritmin, e zhvendos me mediat ndërkombëtare, e kështu me radhë. E dyta, përzgjedh audienca që kalojnë përtej audiencës që është Shqipëria. Ai flet me investitorët, flet dhe me liderët, me Trumpin, me Macronin, me Gjermanët, e më the tash. Përdor gjuhë tjetër atje, gjuhë tjetër këtu. E bën atë për të mbrojtur veten në syrin e atyre. Pra, mënyra si flet atje, ai thotë që ju thot fuck you atyre që thonë që ky është kumbari dhe po e bën ky gjithën këtë, pra proteste. Sepse ka zëra që thonë po e bën Rama dhe ky ju thet. Jo, pra ata e ku thon kumbari. Po, lexoje. Lexoje se nxori legja aty. Sot është fjalia që thot që thonë që po organizoj unë gjithën këtë. Sa i madh që është. Fuck you. Sepse ka frikë se e ngatarrojnë me Trumpin. Prishin punë. Se në qofë se kjo po bën protestën vetë, për të mos lejuar investimin atje. Për të përpis Trumpit. Po pra. Në fakt është thënë kjo gjë, është thënë. Eksakt pra. Dhe aji audiencat i ka të ndara. Flet me liderët atje, flet me investitorët e huaj që thot mos u shqetësoni. Me Macroni nuk morën vesh çfarë tha, thjesht tregua takimin ngrohtë. Ajo pastaj ishte delegitimon protestën. Njëkohësisht. Pra, komunikimi është në disa regjistra, është regjistri i brendshëm dhe është ai i jashtëm. Qartë. Dhe çfarë ndodh? Në këtë moment Rama ka gjetur element dhe fakte që mund të mos përfaqësojnë protestën për t'ju thënë mediave ndërkombëtare. Çfarë thoni ju më? Po këtu po e bën, po ja fuskotani, po e bën Adriatik Lapaj. Ose këtu është ky, Goxhaj që është antisemitist, më se thash. Po e bën ky tjetri që është ekstremi i majt e ku diun se çfarë. Pra Rama tenton të flasë me audiencë të huaj, të flasë me lider, të zhvendosi vëmendjen, të delegitimoj protestën, të bëj luftë në mediat e mëdha për të treguar që nuk ndihet inferior, unë dalë përballë jush, nuk fshihem. Pra është e gjitha në këtë aspekt, por ajo që është shqetësuese për mua, nuk është çfarë po bën Rama. Se Rama ne duhet ta presim që po bën pak nga aftësitë komunikative. Prandaj të pyeta pra kur do nxjerrë dhëmbë tamam. Ajo që më shqetëson mua është dobësia e protestës për të qenë tani më kreative. Pra, protesta nuk mund të jetë qëllim vetvete. Hajde dalim protestojmë. E ka bërë Luli i shkret, i ka luajt fen. Çfarë finalja? Se do vi moment që njerëzit do lodhen. Pra, në qoftë se kjo protest, po e them, në qoftë se kjo protest shumë shpejt. Unë duat merrem me Ramsi. Te Rama po dal. Ramsi, kishte mënyrë tjetër përveç kësaj? Për të reaguar? Jo, sepse Se është ajo pra që tham, je vous ai compris. Ju kuptova. Ramsi, ju dëgjova. Rama ka patur një problem që unë e besoj dhe Rama e ka thënë ditën e 20, ne këtu e kemi thënë, unë e kam thënë ditën e 3. Rama për mua ka kundër sot që flasim përballë një infrastrukturë gjigande që është krijuesi i saj. Pra, Rama është pjellë e asaj infrastrukture gjigande. Që është, ka një emër. Që është e majta amerikane, e majta Sorosi, e tjerë me radhë. Dhe sot atë makinerinë e madhe gjigande, komunikative, propagandistike, më se tash, Rama e ka kundër. Ata që në një mënyrë e ndihmuan për të ardhur në pushtet. Po, ata që janë mësuesit e Ramës, në kuptimin ose dhe investitorët që e kanë ngritur si imazh publik dhe personazh politik, ata sot i ka kundër. Dhe Rama mund mos i mungoj kreativiteti Ramës për të bërë këtë betejë, por i mungon infrastruktura. Nuk krahasohet dot infrastruktura e Ramës me infrastrukturën që kanë ata përballë tij. Domethënë këtu ata të bëjnë domin me një birn. Me birnin mo që nëzori lajmin se aty ishte Çakmaku që ju vu flaka. Më kupton që nëzori atë investigimin që quan pastaj jo po s'është Kushner, jo po është Kushner, jo po janë erdhën Sirianet, jo po erdhën Kazakët. Po mirë, dëgjoj, kontenti vetë ekzistonte, kontenti pa kënaqësia apo jo? Ti thua apo ti thua që kjo nuk ekzistonte dhe është e gjitha sirfajsore. Pra e bën këta. Unë kur thonë sa miqt shqiptarë të marrë, unë nuk jam debil.
Sigurisht që këtu paknajësia edhe para zgjedhjeve, për mua më shumë janë të paknaqur se sa të kënaqur me Ramën. Edhe socialistët... Por ti thua u desh kjo gjë? Tani... U desh kjo gjë, thua ti? Ujë... Që të koagulonte? Një gurne, atje në fshat, e ta mbyll me këtë, që ka ujë, ka shumë kështu arterje ujë, që shkojnë edhe në fund mblidhen lumë. Problemi është që në qoftë se ti arrin që të gjitha këto arterje, ti kapësh, ti kanalizosh që në fillim, atje mund të prodhosh shumë energji në fund, të heci. Në qoftë se nuk i mbledh të gjitha, nuk prodhon energji, uji shkon kot. Dhe këtu duhesh një tub i madh që ta mblidh të gjithë këtë ujin, që kur të shkonte presioni atje në fund kishte të prodhonte energji. E kuptova. Dhe këtë infrastrukturë e kanë vetëm ustallarët e mëdhenj që kanë në dorë mediat ndërkombëtare, rrjetet sociale, algoritmin, e gjitha me radhë. Ti thua që Ramsi e di këtë gjë? E di, por Ramsi prandaj është trup. Por Ramsi prandaj ikën mendja se nuk e thot dot. Atëherë pse i sulmon atëherë kur e di që sfiton dot me ta? Sepse ai në një farë mënyre mund të jetë duke ju kërkuar negocim? Patjetër, dhe ai takimi pastaj me atë mikun tënd francez, nuk e di për çfarë ka ndodhur, por mund të jetë edhe pjesë e këtij lobi për të shkuar drejt një... Ai që të quan ti miku i francez me humor, që është presidenti i Francës, që unë se kam mik dhe s'do ta kisha. Me thash me shaka. Po e di, po e them për ata që se kuptojnë shakan, më se unë ty të... Ai tipi, vlla, është i lidhur më shumë me Rothschildët. Me gjithë është i lidhur. Jo, ai është njeriu i Rothschildëve. Ata e ndihmuan për drejtori i bankës, ka qenë drejtori i bankës. E po shumë mirë. Po ajo kapja dorë për dorë, është çështje e masonerisë, mendon, një lloj simboli. Nuk e di këto, vetëm Marsiti mund t'i di këto. Si shef Marsiti? Tani Marsiti si është shef të gjithë pyeti Sebi dhe për ta mbyllur. Ka simbolika ezoterike. Si më që kapen nga dora. Po. Tregon unitetin edhe vllazërinë. Po. Pak shtrëngimi fort ishte i dorëve, nuk ishte një gjë. Ata Marsiti tonin sikur edhe tregon murin. Është një lloj prekje kontakti që tregon murin. Pra ne të gjithë jemi tullat edhe bashkë ndërtojmë murin. Është thelbi i masonerisë, po. Ajo që do vazhdojë narrativin aty ku ka shkëmbyer hapur fare, pa asnjë lloj kështu. Kë? Makroni më status ishte bër. Po. Ai status ishte i përgjithshëm tani. Jo, cili më status i Makronit? Status ishte i përgjithshëm. Çfarë i përgjithshëm, çfarë thua e prita kryeministrin Edi Rama tek këtej marrëdhënie. Çfarë ndodhi që tash ku desh me Britaninë? Në politikë se si çani mos i beso asaj. Jo, pa, francezët thonë që i bën ne ftesë. Në politikë nuk duhet i besojmë asaj që thuhet. Me që jemi luftë digjitale, po dakor. Ne tani do shohim edhe ato që thuan. Dakor, ja ta sqaroj atë. Do kërkoj shumë dje. Vetëm një fjali kam, fal, ë. Është shumë interesante, edhe kjo është pjesë e strategjisë Ramës të komunikimit dhe tregimit të forcës. E vetmja pikë e dobët që ka protesta, për mua është fakt, është që nuk ka mbështetjen e, le të themi, të SBA-ve, të BE-s. Edhe kur ka reaguar SBA ka reaguar pothuajse kundër protestës, pra për investimin e më thash, dhe Rama këtë pikë të dobët që shet e protesta, që nuk ka një mbështetje në blok. Bëja pati një mbështetje. Përveç asaj të parlamentit, pra, po dhe ajo... Zëdhënësit. Dakor, pra, po, liderët. Rama çfarë bën? Nuk e japin dot. Duke pas amerikanët atje, po pra po, nga që nuk e japin dot. Nuk e japin dot çështje e brendshme. Eksakt, pra, çështje e brendshme. Ata nuk e japin dot. Çfarë bën ky? Ky shkon dhe ju merr të kundërtën. Se e merr si personale dhe thot, juve Po ne... Nuk ju thot presidenti francez, bravo që mbroni mjedisin. Ama unë shkoj aty dhe mpret dhe më thot ti e udhëhesi që po e sill Bashkimin Evropian. Pra e përdor subkonscient, po them. Ky mund të shkoj të takoj të gjithë presidentët e botës. Po si i shet është? Mund të shkoj të bëhet se më fal vetëm 1 minutë. Kur ne para 1 muaj këtu në këtë 3 minuta. Kur ne në këtë studio bisedonim që ky u bë mik me Trumpin dhe do mbylli punët e SPAK-ut, unë kam thënë që nuk është kaq e thjeshtë. As bëhesh mik me Trumpin, as mbyllesh punët e SPAK-ut. Tani ka një pjesë njerëzish që besojnë që ky, duke u bërë mik e tjerë, mund t'i mbyllte punët. Tani në qoftë se ky u bën mik me Trumpin, dhe mendonte se do kishte përfitime shumë. Jo mik, por nuk e ka armik. Po më dakord. Do kishte përfitime shumë të mëdha për kësaj lloj gjëje. Në të njëjtën kohë, edhe humbje do t'i kesh shumë të mëdha se edhe Trumpi ka armiq shumë të mëdhenj. Patjetër. Jemi dakord? Dhe ky çmim i paguan tani thua ti. Tani në këtë mes ky thotë pse ta paguaj unë këtë çmim kur unë doja të kisha vetëm përfitimet. Tani kjo është edhe pak iluzore. Tani ky mund të shkojë edhe te Trumpi,
edhe tek paraardhësi dhe të pasardhësi i Trumpit, mund të shkojë edhe te Macroni, edhe te pasardhësia e Macronit, dhe te Meloni, dhe te kushdo tjetër në botë, dhe t'i thotë që dëgjoni jam më i miri, më i bukuri, më i gjati, më kështu më ashtu etj etj. Fakti që e thrasin ata, ja bëjnë një bonus tani. Po qytetarët Tregon që nuk jam njeri pa njeri dhe unë, se nuk duhet të më mbështet Çani, nuk më mbështet Macroni. Ta përfundoj se jam ndërprer marrësit. Qytetarët kanë dalë në shesh për rrogat, për inflacionin, për çmimet, këto probleme nuk zhduken. Tani në qoftë se ti mendon se këto zhduken në takime me Macronin, tani problemin e ke ti vlla. E ka në luftën me analizë qëllime shoh. Mos harroj që Macroni hoqi 2 vjet rresht, Gilet jaune, jelek verdh, dhe ata në fund u shpërndanë. Po shkoi te Trump. Pse u shpërndan? Fal, pse u shpërndan? Ku shkoi? Takoi gjermanët? Gabim që po bëjnë edhe këta këtu. Ata u shpërndan sepse nuk arritën dot që të s'kishin kërkesa politike. Ato edhe nuk u institucionalizuan. S'kishin kërkesë politike. Po luftë e madhe. Ta bëjmë emisionin nga fillimi, pastaj e bëjmë para. Marsi, ç'na mëson antikitet? Në antikitet Çani në lidhje me perceptimin publik, janë marrë një sër filozofësh, në kuadrin flas gjithmonë politikës dhe politikbërjes, edhe ndajnë në 3 shkolla të ndryshme. Shkolla e parë është shkolla e Protagorës, cilët janë sofistët. Do na lidhësh gjithmonë me këtë për strategjinë e shefit. Po, do e kontekstualizoj. E udhëhesit se më duhet. Protagora thotë që masën e të vërtetës, të drejtës, të gabuarës, të iluzionit, të realitetit e ndërton vetë njeriu. Pra nuk ka një kriter të jashtëm. Dhe sa më i mirë tjetë folësi, dhe sa më shumë kauza të ditë ndërtoj bukur, dhe ka fjallë nga ana estetike, nga ana e lidhjes fjallëve, ajo është e vërteta dhe e drejta. Dhe Rama mundojt të bëj këtë që thotë Protagora, në sensin që mundojt të lidhje unë se jam kumbari, vërtetoni unë që unë jam kumbari, se puna procesit civil, që të barar provës e takon pa ditësit. Pra vërtetoj ti që kjo provës është në fali penalit, vërtetoj ti akuzët që bëndaj me, nuk është i procesit civil, që unë them që prona së është e jote, vërtetoj pronën. Dhe Rama bën këtë lojë, në kuptimin që ndërton bukur analizën e mbrojtjes, edhe i thotë që tash unë s'kam detyrimin të them që kam shkelur ligjin, thonë ju ku kam shkelur ligjin, ose më thonë ju ku po i bëj këto që ju pretendoni. Shkolla e dytë ka qenë shkolla e Sokratit, i cili rrëzoi argumentin. Pra Protagora i pari. Protagora i pari. Sokrati i dyti, i cili thoshte nuk ka rëndësi estetika, pra ndërtimi i bukur i fjalëve, i felive, i perceptimit e narrativës realitetit, por ka rëndësi afrimi ndaj të vërtetës, pra të kuptojmë faktin. Sado që t'jete bukur, sado entuziazëm, ketë, sado të pëlqet nga shumica, nuk është kjo ajo që ka rëndësi dhe këtë s'po e bën asnjëra nga palët, e bëjnë në mënyrë diferenciale disa eksponentë të caktuar brenda protestës. Këta janë zëri dytë. Zëri tretë dhe që është zëri më i rëndësishëm dhe që është si thua filozofi im i preferuar dhe atij që unë realisht gjithmonë i drejtohem, është Aristoteli, i cili thotë dakord, edhe retorika duhet, pra ajo që përdorin sofistët, po varet si e përdor. Ajo që ka më rëndësi, thot ai, dhe është babai i shkencave të komunikimit, përposa saj sepse ka dhe një libër mbi artin e retorikës, ai thotë janë 3 fakultete shumë të rëndësishme. E pari është ethos, që do thotë është besueshmëria e atij që flet. Në këtë rast Rama e ka besueshmërinë, sado të bukur flasi, e dyta është pathosi, dhe janë emocionet e audiencës. A ka më pathos audienca kur dëgjon Ramën? Dhe në protestë për shembull, ka pathos ajo audiencë kur dëgjon ata që flasin aty, dhe e treta, dhe që është më rëndësishme, është logosi, dhe është ajo që quhet argumenti racional. Fjalimi racional që lidh gjuhën, mendimin me toposin, me vendin edhe me funksionin, ku njerëzit gjejnë veten. Në këtë kontekst, unë mendoj që të 3 këto fakultete sot i mungojnë Ramës. Pse? Po të kujtojnë 2013 bëri premtimin që unë do bëj vetëm ujë 24 orë. Nuk bëri dot një premtim të vogël. Pse duhet të ketë sot besueshmëri kur premton këto gjëra të ndaja? Pathosi, a ka më atë emocionalitet ose atë audiencë ka pasur dikur nga publiku? Nuk e ka. Kujtohet për shembull si vëshonin njerëzit, si kishte pretendimi, pritshmëria që siç bëri Tiranën dikur që shembi kioskat, që hoqi këto shurtorët etj, do e bënte Shqipërinë një e bëri më keq. Shembi kioska ndërtoi kulla, pra thjesht rriti për masën asaj që dikur shembi, me idenë që të jepte iluzionin që ndërtonte gjëra më të mëdha. Pra si thosh atë që luftoi atë bëri. Është ajo që thot Nietzsche, domethënë nga hera ajo që ti lufton, ajo bëhet pjesa jote më e rëndësishme. Dhe e treta logosi, ku ka racionalitet në veprimet që bën kjo qeveri, enturazhi politik i tij leadershipi. Ke vënë re ti të kenë ndonjë argument racional, një nga një të gjithë bashkëpunëtorët e vet më të afërt. Taulant Ballën, Damian Gjiknurin, Niko Peleshin, më thot, ke ndonjë nga këta që të kenë një diskur racional, që t'i bashkohet narrativës të janë të gjithë në absurd. Domthonë ta kur flasin duken si njerëz përjashtuar nga koha. Ta duket sikur flasin për një vend tjetër, për një kohë tjetër, dhe madje sa më shumë qesharak janë, besojnë që janë më të fortë, sepse thon 2-3 komente kështu nga këto si puna personazheve të TikTokut. Bëjnë një batuta atje, merren me një personazh që del flet protest,
ashtu Po që leadershipi, jo, kjo është e vërteta, dhe për të dhënë përgjigjen. Ti e matë me metrin tënë, do më Ja ta përfundoj, dhe për të dhënë përgjigjen asaj ta Flogjerti, është e vërtetë që mund të ketë makineri, që kanë ndihmuar Ramën, që ndihmon protestën, po ajo që ka rëndësi, po se dhe që kanë ndihmuar dhe që ndihmon këta, nuk ka rëndësi kush i prodhon armët, rëndësi ka kush i përdor armët. Po pra, po i përdorin ata që kanë prodhuar Ramën si produkt. Po ata vetë si prodhojnë armën. Duan ta godasin Është Ramën si aftësia atij që përdor armën. Patjetër më Dhe unë mendoj ato e trupzoj kjo protestë, një njeri që do të ditë përdori këto armë që ata e ofrojnë. Po shikoj në shumicën e rasteve. Çfarë ishte kjo që ka thënë sot? Në shumicën e rasteve. Ka si kush i prodhon armët. Po, kush i përdor. Lere më mos vazhdo më gur. Dakor. Uroj që protestat nxjerrin njeriu që ditë përdor. Lere më lere. Protesta është thjesht armë burr. Lere më on Flogjerti. Do e bëjmë prapë?